erdhëm në Shqipëri nga anë e anës të festojmë Pashkën, edhe Pashkën nuk do ta festojmë, se nuk na e bëri nderin prifti të na vi në fshat, sado që është punë e tij jam. Prite s'ka e prite sa prisnim të na vinte prifti sot në fshat, që të bëjmë gjalljen e Krishtit, siç është bërë çdo vit, nuk erdhi, e morëm në telefon, edhe tha që nuk është në plan, si vjetë vite fshatit tonë. I thash nuk je prifti i zonës. Po tha, unë jam prifti i zonës, tha, po nuk është në plan, tha, si vjetë të vi. Pastaj tha, kam 20 fshatra të tjera. Do me thënë 20 fshatra të tjera mund të shkoj të neve nuk vjen dot. Që kemi një nga kishat që është monument kulturor, kisha e Petro Pavlo, është një fshat në të cilin fshatarët, banorët kanë kontribuar dhe jo vetëm këta që jetojnë këtu, po dhe neve që jetojmë jashtë shtetit kemi kontribuar që të ndërtojmë 3 kisha me lekët tona, pa ndihmën e mitropolisë. Kisha më e madhe, siç u thash që është monument kulturor, edhe prifti nuk mund të vijë që të bëjë ngjalljen e Krishtit këtu. Dhe kur i thash që në fshatrat e tjera mund të shkosh, këtu nuk mund të shkosh, tha, nuk mund të vish, tha që nuk kam makinë. Për fshatrat e tjera ka. Na tha që do shkoj në Pogon, kur Pogoni ka priftin e vetë. Edhe është i njëjti prift që kur pa kontributin që bëm neve për kishën e Shënkollit, lekët që u dhanë, ikonat që u krijuan, karriket, çdo gjë që u krijua, ai prift mbeti i çuditur kur pa për kontributin e njerëzve që bën për atë kishë. Tani, juve mund të më thoni se ku është problemi me këtë prift, çfarë problem ka ky prift me fshatin tonë, edhe pse nuk vjen të bëjë meshën, të dim edhe neve, të na japi një zgjidhje. Mos ka ndonjë problem me banorët e fshatit. Mos ka ndonjë problem me banorët këtu të fshatit, ta zgjidhim.